Dua të të pyes edhe për një temë tjetër dhe pastaj do rikthehem pak për ta trajtuar një çik në këndvështrimin e censurës apo vetë censurës, apo nëse këto gjëra unë i mendoj gabim dhe nuk është fare kështu. Po para se të shkojmë këtu, doja të pyesja edhe për një temë tjetër të madhe, për krimet e serbëve në Kosovë, se më bëre kurioz. Si titullohet ajo ekspozit? Abel. Si e ke përballuar? Unë po doja të bëja një ekspozit për sakrificën. S'kisha parasysh krimet e serbëve, sakrificën. Dhe një ditë vjen në studio një vajzë e cila ishte avokatja atyre 4 çunave atje në Hag. Është shok. Ashtu. Dhe quhet Jasini, e ka mbiemrin ajo, do Zynysha Jasini. Edhe më tha, profesor Gazeti, kam shumë qejf, i kam pa gjithë ekspozitët tua, du të vinë në studio. Hajde, thashun. Edhe erdhi në studio. I thashun, çfarë bën atje në unë jam avokate e Veselit në Kadri Veselit, po. Po më tregojnë çik çfarë ndodh atje. Edhe filloi të më tregonte. Ajo më tregonte unë ika. Për gjërat që më thoshte, për fjalët që thuheshin atje. I thash boll, tash ka mundsi ti kësh tash. Se gjeta çfarë të bëj. Dhe unë të gjitha të temë që kisha për sakrificën e kanalizova këtu. E transformove, po themi. Tash e kam tash motivin edhe natyral, si më thënë, se unë shqiptar jam, kam motiv natyral, nuk është shumë sakrifica e tjera, dakord. Konkretisht. Por e kam konkretisht tash unë edhe është interesant dhe kishte qelluar që serbë po sulmonin në Kosovën përsëri, atje në veri. Pra, ishte edhe paksa aktuale nga ana tjetër. Edhe fillova, mbledha disa materiale, edhe fillova dhe në fillim fare thash do t'i vëj një titull gjatë. Thash do marr shprehjen e Krishtit që thotë o Zot, fali këta se s'din çfarë bëjnë. Jo, thash unë do ta bëj o Zot, këta mos i fal, se këta din mirë çfarë bëjnë. Dhe tërkohës këtë titull kam pas në kokë. Mi po gjatë rrugës njëri u duke pikturuar, duke thënë që po pritëm tash njerëzit komshit njeriu janë vëllezër. Është kjo dikotomia Kain Abel tërkohës, tash neve nuk e kemi vëllezër ata. Por si dhe qoftë thash, po i rikujtoj pjesën e vrasjes fillestare, atë vrasjen arketipale. Sepse kur e vrau Kaini Abelin, ajo ishte kjo toka për herë të parë pa gjak. Jo se s'kishte par gjak, po jo gjak të prodhuar nga dora e njeriut. Në thonjza, do për metaforë, kjo është vrasja e parë. Edhe thashun, këti po e vë emrin Abel, thashun. Ky është ai i bekuari nga Perëndia, se Abeli kështu pra u bekua, se Abeli i fali qëngjin e parë, të sapo lindur, dhe Kaini i fali prodhimet e tokës. Edhe Zoti tha, po, vuri dorën mbi këtë, e bekoi, si me thanë. Edhe ky u bë xhelos, mori gurin, jam shoj vllajt vet edhe vrau. Kupton, edhe iku. Thash, unë këtë do bëj, thash unë, do bëj, dhe prandaj kam vënë në poster, atje ke njërin që është ngritur me hanxhar dhe po i bie një qëngji. Që është pikërisht edhe arsye. Gjithë kjo që ilustron këtë. Dhe pastaj eca i vura titullin Abel, edhe nën titullin vura pikërisht këtë Zot mos i fal sepse këta din mirë çfarë bëjnë. Por pati një lloj kështu për pikturat e tjera pastaj që un po i shoh këtu, ti je mbështetur edhe në pamjet arkivore të fotografive, besoj. Jam mbështetur atje, po pastaj është ndodh atje me nudot, që pastaj është pjesa ime, gjithë ai instinkti, domthonjë që kam unë brenda, ka fshiria që neve e kemi normalisht, e kemi brenda. E kupton? Por aty ka edhe një element, siç kam përdorur qoftë këto, si më thënë, aureolat, qoftë 606, aty janë numrat. Unë në çdo personazh ka vendosur tek ufomat. Tek ufomat. Është ajo gjë që ndodh, që kur vjen policia aty gjen atje, ai nuk ta di emrin kush e ti. Mi pa është një gjë shumë e tmerrshme që ti të heqësh emrin tjetrit. Ja ti vësh numër. Sepse neve supozohet që emri është, si më thënë, identiteti jot, sigurisht që është, por që ti mbart energjinë e emrit, kupton? Ti kur ta heq atë energjinë të vën numrin, numri është i pashëm, është i frikshëm. Dhe kjo nga më erdhi. Mu kujtua të mirët e Viktor Hugojit, ku Jean Valjean kishte atë numrin të regjistruar, që kur erdhën ata tre shokët e vet, edhe po gjikonin, po e psonte ai tjetri që kishin kapur. Edhe ky i tha, nuk njihni mua po, edhe zbuloi numrin. Po këtë numrin e njihni këtu.
E kupton, thash po, edhe unë do vë numrat. Edhe fillova të vija numrat, e kupton. Me i fjalë i vura si një supermarket. Domethënë që ti shef nunin, po ti nuk e di emrin se kush është ai personazh. Çfarë zgjoj tek ty? E gjithë faza përgatitore, krijuese për Abelin. Shiko, unë të shkoja çdo ditë në studio dhe të merresha me viktima, do alla ishte një gjë e tmerrshme. Që të merresha unë 10 muaj me ato ishte e tmerrshme. Se ndërkohë kur unë mund të merresha me këtë gotën, le të themi, apo me një pjatë me moll, do që shijoja bukurinë e ngjyrave të tjera, unë atje kam parë të merret. Sepse unë pash edhe shumë materiale dhe kishte edhe momente sepse njeriu nuk mund të jetë gjithmonë agresiv. Edhe gjithmonë e kam shoqëruar se e ruaj pjesën e mirë time, sidomos kur i nga shtëpia në studio. Domthonë kam një situatë tampon që nuk duhet ta prek. Edhe varet nga tema që unë bëj. Kjo ka qenë një temë aq e vështirë saqë kisha momente që s'qullej shpirti, e kupton, dhe ti unë s'kisha fuqi që ta ngacmoja që të shkoj në maksimum që doja të bëja unë, që të bëja therrjen time, si më thënë. Dëgjoj një emision. Unë s'pare kam dëgjuar atë emision. Shivjen nga nënën time, kupton. Dëgjoj atë emisionin, ju do ta njihni. Kur vllai shante vllain, kur vajza i thonte nënës, këtu që nga ti më qelbësirë, kur baba i thoshe djalit, po ik more kriminal, se ti ke qenë kriminal, drogaxhi, në Itali ke qenë drogaxhi, mirë të bëj që futem në burg. Thash, po mirë, po ne i pas kemi këtu, thash unë, ka i Abelin e pas kemi unë qelis tonën, qa pretendojnë për komshit, ne i pas kemi këtu. Kemi në shtëpi. Dhe të gjithë këto emisione që mund t'jenë, nuk e di, 67 emisione, unë dëgjoja sa i vija, e dilja, dhe unë agresivizohesha gjithë nga brenda. Kur unë dëgjoja, e kupton, unë nuk shikoja më sërbi që po i binte kosovarit, por shikoja vajzën që i po godiste nënën keq me fjalë. Dhe është një emision që zgjat 45 minuta, e kupton, që shaqe, që lottar. Dhe kur mbaroi cikli, kur unë e vendosë ciklin, e morën telefon personazhi që drejton emisionin. Mund ta them se juve nga një Po thuaj, s'ka problem. Lirisht. Me Eni Çobanin. Po. Marrë Eni Çobanin, i them zoja Eni, thash unë neve nuk i kemi bashkë, të falenderoj shumë, thash. Më ka dhënë benzini, thash, që të ngas makinën time, se më ngeste rrugës. Edhe pastaj që atëherë jemi bërë miq, erdhi e pa etj. Sepse tha Eni, po mirë, më dakord, ka radhë pekshë. Po përpara çka ke bërë? Thash unë qesharakët ta tregojnë çka ka bën përpara. Kur doja ta agresivizohesha, hapja parlamentin. Është vërtet, to janë ngjarje të vërteta, se këto janë sa gjëra intime që tjerë thotë çfarë bëj më ja. Hapja parlamentin dhe kur shikoj që shani njëri tjetrin, me fjalë më të dyta, që me listë. Mos e pa mirë vëlla, neve po presim që këta të ndërtojnë një shoqëri të mirë, ne kemi çuar atje për të bërë ligjet, dhe kupton që të funksionojë vendi jon, isha edhe unë. Qa edhe unë me zëtë lartë, piktoroja. Sepse doja të bëjë një gjë. Është e bukur. Ta shti bje fjallë që unë ndërtoj, si më thënë, një tjetër lloj ekspozite, që nuk ka këtë lloj fuqie si janë këto, sigurisht që unë i shubuj këto. Patjetër. Është e nevojshme atje. Nuk i ndes fare, por nuk kam dëgjuar më unë këto gjëra. Kam zgjedhur muzikën time që dëgjoj. Që është? E kupton? Po, unë dëgjoj shumë muzikë, në fakt. Nga gjithë spektër, por këtu pjesë më e madhe, kjo është shumë midis, si më thënë, barokut edhe rekujemit. Okej. Në të dyja. Domthon kur dua për shembull të zbutet që të bëhet lozënjare, domthon ku ato dritije të bëhen në çik më përgdhelse, filloj dhe ndërtoj një muzikë barok, si më thënë atje që vë, ose janë këto kontraltot, domthon që i dëgjoj me shumë qef, si më thënë, por kur dua pastaj që ta piskoj çik fort një moment, vë ndonjë rekujem, o të Verdit, o të Mozart. Të Mozart, po. Domthon filloj e kombinoj, por i këtu ke kjo pjesë edhe më vjen i natë me veten dhe thonë, po mirë, ku jeti ti ke qenë gërsir, po dha kur u zbutë kaq shpejt. Sa i veçantë është frymëzimi për procesin krijues, është dëshmia e parë kaq e bukur që unë dëgjoj për frymëzimin që ti merr për
nisur procesin krijues. Është pikturë, kështu që nuk mund unë për shembull kur kam bërë një ekspozitë para disa vitesh, unë studion tim dëgjoja pasha të filmin Tentacioni i fundit i Krishtit. Tentimi i fundit të Peter Gabriel, të Martin Scorsese. Jo. Është i parë, është përpara. Është më i hershëm. Martin Scorsese, po. Aty ka një muzikë të jashtëzakonshme të Peter Gabrielit. Është e jashtëzakonshme. Edhe unë kur shkova në Zvicër bleva CD-n. Edhe unë 3 muaj që ndërtova ekspozitën dëgjoja këtë nga mëngjesi deri në darkë. Se unë kur futem bëjmë mono, nuk jam stereo. Do unë futem një gjë dhe du ta çoj deri në fund. Dhe ajo muzikë mua ma jep të komplet gjithë atë dëshirën e mirë për të bërë atë lloj pikture. Për ka vite. Kështu ka qenë edhe muzikë të tjetër, për shkak që mund të kenë dëgjuar edhe me një fjalë e gjej, nuk mund të dëgjoj çdo gjë, e kupton, edhe pse më pëlqen çdo gjë, por nuk dëgjoj dot çdo gjë. Do ta çoj ato frekuencat për tu ngacmuar unë. Interesante.